Mirikthehemi në Real Story me një lajm të minutës fundit. Kryesia e Partisë së Lirisë sapo ka miratuar vendimin e presidentit Partisë së Lirisë, Ilir Metës, që ai të jetë kandidat për deputet në qarkun e Tiranës. Dhe ai do të jetë deputet në listën e hapur të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Pra, vetëm pak ditë më parë u ra dakord midis partive që Meta të ishte në listën e mbyllur të Fierit. Berisha ka pranuar publikisht se nuk do të pranonte që Ilir Meta të ishte në listë të hapur, do të jetë në listë mbyllur për shkak situatës në cilën ai gjendet, i burgosur. Por me sa duket Petro ka një lëvizje që Meta kërkon një farë mënyrë të ruajë edhe identitetin e tij politik dhe të mobilizojë partinë e vet, apo e cila ka pasur midis 85-120.000 votave gjithmonë në ditët e veta më të këqija, por që normalisht momentin që ai kandidon në listën e mbyllur të Fierit, temi morali i votuesve do të ishte edhe më duket që Meta kërkon temi bën një lëvizje politike, megjithëse në situatën super të vështirë në cilën ai gjendet. Nëse kjo edhe një mesazh ndaj Berishës duhet jetë, patjetër që mentalitet shtangisti ai, domethënë ka këtë gjë që nuk kështu i kemi ndat. Ca stangisht, ca doktorët, ca piktorët. Ka një gjë, Meta nuk është se ka një parti të madhe që të prishin në një garë duke hyrë tek një listë e hapur. Në opozitë ju nxorën 2005-ën, në opozitë ju mbajti 2009-ën. Në 2005-ën nuk na nxori vetëm ai në opozitë, por edhe alatët tanë, ishte sistemi, është historinë vete, sepse ne humbëm në 18 zona për shkak të LSI-së dhe të alatëve. Në 11 zona për shkak të alatëve, në 14 sepse kishte zona që ishin faktorë. Po pra le të themi ishte një nga faktorët edhe një nga faktorët që shiu shkuan në opozitë, dhe padyshim 2009 besoj këtë semon dot që ishte Ilir Meta që u la në opozitë. Pra le të themi ato 85.000 vota të 2009 u la në opozitë, si ishte dhe ju sollën pushtet 2013. Pra le të themi ka qenë Meta faktor. Ka qenë faktor, Meta ka qenë faktor. Domethënë opozita, që ishte PS-ja, bëri një koalicion me vetëm 4 parti. Dhe refuzoi bashkimin me partinë tuaj. Në 13 e korrigjoi pastaj duke bërë një koalicion. Por pra lëvizja e Metës prap duket një lëvizje Brisita. Unë mendoj që është frymëzuar nga intuitive, është patjetër, po. Mendoj që është frymëzuar nga zoti Rama, nuk besoj se është e vetja. Ja ka çuar zoti Rama atë në mendje dhe me qëndrimin e tij sot. Ka marrë fjalimin e famshëm sot që provokoi që mund të hynte edhe në listë hapur dhe vet Rama. Ka përshtypjen se më shumë kërkon që të rreqë në këtë vallë Rama se sa edhe të faktorizohet sepse është i dëshpëruar. Pra një paramendje një farë Rama sot dha idenë që ndoshta mund të ishte në listë mbyllur. Dhe Meta i hedh temi dorashkën nga por e bën dhe që të faktorizohet nga dritarja e qelisë. Rama të ishte në listë të hapur. Meta është kaq shumë i dëshpëruar në qelinë e tij saqë kërkon të faktorizohet. Lajmi më i keq është që prapë në Parlamentin shqiptar po shikojmë personazhe të inkriminuar që kërkojnë të hyjnë. Unë nuk jam dakord me çfarë tha zoti Çupi Qpar për parlamentarizmin shqiptar, mendoj që kemi një antiparlamentarizëm, po shikojmë dhe emra që po lëvizim këto kohë, pikërisht emra të inkriminuar, të cilët pavarësisht se normalisht një deputet i cili është thirrur pranë organeve drejtësisë dhe moralisht është i cënuar dhe deputeti pikën më të fortë ka anën morale dhe etike. Po Pandeu, ai vazhdon me atë në kupolën e asaj që për sa kohë nuk ka vendim formë të prerë, kemi Mediun, kemi Berishën, kemi goxha personazhe edhe nga e majta që janë her pas here thirrën nga organet e drejtësisë dhe po hetohen. Kemi dhe Metën që aspiron, domthonë është bërë Parlamenti shqiptar si një stre të inkriminuar që gjejnë liri. Dhe emri që më ka shokuar më shumë ka qenë emri i Agron Malajt, i cili zoti Rama, pavarësisht se nga mëngjesi në darkë tund flamurin e 20 janarit, mos harrojmë që zoti Agron Malaj, tani është kryetari i Bashkisë së Matit, është projektuar për të qenë deputet në listat e Veriut të Shqipërisë, ndërkohë ai është një nga 10 qitësit e grupit të qitjes që ka qelluar mbi 4 viktimat e 20 janarit. Po diti që ka qenë? Sepse këtë e ka bërë zoti Rama, unë nuk bëj nga që do t'i shpëtoj përgjegjësisë morale, thotë që më ka garantuar që s'ka qelluar. Ndërkohë ai ka marrë 5 rroga shpërblim nga Berisha, askush nuk ka, ai është akoma në hetim nga Spaku me sa di unë, dhe moralisht bie gjithë fabula e zotit Rama për 20 janarin, për Spakun, për gjitha. Dhe gjithmonë duhet zgjedhur me kujdes personazhe që frymëzojnë
dhe jo që shpojnë tullumbacen e propagandës dhe të delireve të cilat fshejnë që në fund të ditës politika është pragmatike, do disa persona që kanë fuqi në zona caktuar dhe më sjellin vota. Në rast se do vihet emri i Agronmalajt në listën e deputetëve të Partisë Socialiste, për mendimin tim, ajo është një fyre dhe një zhbërje e madhe morale e kësaj partie dhe e gjithë fablës që ka përtypur këto ditë për 20 janarin. Kjo është, e kësha shumë rënë këta thoja. Okej, dhe nuk të nërpreva. Po, kështë diçka për të? Tani, vetëm shkur se ja ndërpreva provë. Në parim jam dakord me këtë që kush është në hetim nga Spaku dhe sidomos kur janë të pandehur, kur janë pandehur, dhe këtu flas gjithmonë për pjesën tonë. Edhe kur janë në hetim. Tani se ç'bën Berisha dhe Meta këto tjerë. Në hetim varet, në fazë të avancuar. Ju jeni ëngjë dhe ata janë. Por rastin po, jam dakord me këtë që kush është nga këta që janë si kandidat potencial, se kandidat akoma janë shpallur zyrtar, por që kanë një histori tashmë me Spakun, për mua nuk duhet. Sidomos flas për Partinë Socialiste. Jo vetëm me Spakun, me gjykatën kushtetuese. Por rasti Agronmalajt nuk është fare ky. Domethënë, jo e keni futur në strehën tuaj se keni bërë kryetar bashkie dhe se mirë, të dëgjova por më fal, është e ka shtuar sepse ai është duke u hetuar, është duke u verifikuar nga Spaku, ju i jepni imunitet. Ndërkohë, jo, s'ka imunitet fare. Duke bërë deputet, po them, duke bërë deputet, i jepni imunitet. S'ka imunitet, i ikën një kërkesë, ikën imunitet. Moralisht, po, patjetër, dhe në Komisionin e Venecias, të lutem. Tani ti jesh punonjës garde, është një nder i madh. Po pra. Sidomos 20 janar. Mirë, dakor, po të vrasësh njerëz. Që kanë qenë në gardë në 21 janar që kanë kriminal. Po kush e ka thënë? Kush e ka vendosur? Sepse unë këto hilet e vogla që jo skatrojnë fare dhe këto hilet e vogla për të gënjur shqiptarët, unë si kam qef fare, sepse ka qenë një nga 10 antarët e grupit të GAT dhe ka marrë në mënyrë nominative, ka marrë 5 rroga shpërblim nga Berisha. Të për rrogat nuk e di unë, po ditë unë e kam pasur në intervistë. Ana Morale pasaj gjykojnë i vetë. Unë e pasur në intervistë zotit Male në dokumentar për 20 janarin, ku ai ka folur dhe në është person që nuk është person që flet, ka folur para kamerave dhe unë tentoj ta besoj atë që ka thënë që ai nuk është nga ata që ka shtim, përkundazi mund të jetë nga ata që ka dhënë alarmin, ka thënë çfarë jemi duke bërë. Megjithatë, e thatë ju, të hetoj prokuroria Spaku ta gjejnë çka ka ndodhur. Ana Morale është dëshmitar shumë i mirë, le ta thrasim. Po, kjo është e vërtetë. Ideja që ta fundesh pastaj ta kandidosh pastaj, këtu pastaj ha diskutim. Nuk kam aq i ashpër sa ç'është Brisida, por që han diskutim. Spaku ha diskutim. Nuk kam aq. Këto dredhira dhe këto prishet. Kosta Trebicka atje? Nuk e di, sipas meje po. Këto dredhit dhe këto prishet e kanë bërë amok të popull. Edhe unë mendoj që duhet jetë vrarë. Sipas meje po, ti dëgjoj që zyrtarisht ai ka vdekur në aksident. Unë e kam takuar Kosta Trebicën dhe më ka treguar se si është takuar me të birin e Saliut e tjerë. Unë e kam intervistuar, jam i vetmi që kam intervistuar. Unë mund të jem një dëshmitar. Kjo më bën mua që unë s'duhet të kandidoj gjykatën. Po jo, s'ka lidhje, gjose, s'ke majt, nuk e, po siç e për një tjetër që i është bra vllaja, tjetër është sot gjykatës e lartë ç'është e tjetër. Frok. Po. Ilir Meta, Sali Berisha, Lulzim Basha, Edi Rama do të jenë të gjithë tani në garë në Tiranë. Këtë e një farë mënyrë dhe referendum midis temi përfaqësuesve politik të këtyre 30 viteve të fundit. Po, është interesant, të vërtet e keni si thuash, keni montuar bukur atë, si thuash... Jo, me kalimin e Metës, sigurisht kjo është... montuar shumë mirë. Thuaj se është këthyër, po jo në sensin e paraleles, thuaj se është këthyër në 91-shi kur në Tiranë kandidonte edhe Ramizalia dhe Kurt Kola. Do më thënë, ishin që një vit që manifeston të trazirë shumë të madhe, një gjë që s'mund ndodhte më. Edhe kjo që pëndodhë, të tani, se po indiqja bisedën tuaj, edhe kjo që ndodhë tani me t'inkriminuarit dhe t'pa inkriminuarit në politikë, është për herë të parë që vjen kaq e vrullshme dhe kaq e fuqishme. Do më thënë, ka shumë të damkosur, të njohur, madje që janë kandidat për në Burg, janë kandidat për në SPAK, kandidat për në gjykatë, kandidat për shumë vite atje.
edhe për në parlament. Po janë dhe kandidat për në parlament. Dhe ka dhe një kategori tjetër, se du ta nërpresë të gjë, kategoria tjetër e çunave dhe gocave, pa nuk kandidon babi dhe mami, pa kandidon çunë dhe goca. Kjo pastaj është që s'kan asnjë kontribut, se mund kesh kontribut. S'kan asnjë kontribut, zero. Po edhe mafia italiane është të investuar. Sa larg është ti për çfarë më kujton? Domethënë më kujton një ndrageta në Itali, më kujton dhe zakonin shqiptar, kur thritej dikur që ishte nder t'jesh në burg, dhe thritet të dera e shtëpisë të gardë dhe thuash burrat nuk I kam këtu se janë on varën on burg. Burgu për burrat është. Kjo ishte pak, po domethënë kaq e fuqishme që po çfarë ndodh kësaj here? Kësaj herë ndodh dhe kam përshtypjen dhe kam shpresë se do të jetë fundit nga legislaturat që do kemi kriminal në parlament ose tentativat për të hyrë në parlament, se mund mos hyjnë. Atëherë më kujton një gjë që nëse deri më sot këta të dyshuarit, këta të kriptokriminalët e tjerë kanë ardhur nga poshtë, kanë ardhur nga fshati, dominonte fshatin ai dhe I thoshte do votosh për mua. Kanë ardhur nga zona se e dominonte e tjerë. Tani nga kryesia e partive, nga kryesia e shtetit, ose nga familje, të inkriminuar në parlament. Është Sali Berisha që po tenton të hyjë në parlament, është katastrofë. Ai po tenton të bëhet kryeministër, më vjen keq. Është një katastrofë. Është një fyrje, ai po I konsideron shqiptar të gjithë budallëj. Po të gjithë budallëj. Është Ilir Meta që tenton, I cili është tmerrsisht I neveritur në popull. Ai bën mirë që e bën atë gjë në kuadrin e Ilir Meta. Këtë do hetoja unë. Fakti është se duhet ta shohim pak me një broader view, me një këndvështrim pak më të gjerë. Fakti që sot në Tiranë do të jenë gjithë elita e politikës, elita, po ta qytetëm elita, ata janë. Ç'do të them tani? Ata janë dhe qytetarët e Tiranës që janë një mini Shqipëri e vogël, një mini Shqipëri apo jo, ku do dalin 37 mandate dhe ku në lista do të kenë mundësi të votojnë edhe Sali Berishën, edhe Edi Ramën, edhe Ilir Metën, edhe Lulzim Bashën. Pa folur pastaj edhe për tjerë, ka dhe gjithë tjerë, do jetë Darsheje, do jetë në Tiranë. Pra le të themi ka një varg shumë të madh politikanësh, duket se kthehet një referendum të një pjesë shumë të madhe të votuesve shqiptar për kërët e politikës shqiptare. Kjo të mundu shumë interesante. Shumë interesante. Për një person që ndoshta s'ka kuriozitet, s'ka interes të votoj, ndoshta kjo e ngjall pak ndjenjën e votës, qoftë edhe për sportivitet. Shumë e vërtet edhe për arsyeën se gjatë këtyre viteve kur kanë ndodhur tërmetet, merret në Shqipëri, kanë 30 vjet që ndodhin. Gjatë kësaj kohe ka humbur brezi. Ka humbur kujtesa, ka humbur fizikisht, nuk e kemi atë brez. Dhe po t'i thuash sot të rinjve që do votojnë për Sali Berishën, po patjetër, pse mos votojnë? Ata njohin një burg trema, njohin një plak me tablet në dorë, që bën atë... Ashtu është I lezetshëm, po të e shkuar është I lezetshëm. Ja, për shumë, nesër I ka ftu të bojkotojnë mësimin. A ka 14 veçar që nuk e bojkotojnë mësimin? Pikërisht. Ju ngjan disa personazheve të TikTokut, personazheve qesharak të TikTokut, edhe pse të mos e votojnë. Ashtu e mendojnë. Ashtu e din, ashtu e shikojnë. Edhe kjo do thotë se shoqërisë po I rrjedhin vlerat ose të mësohemi që për një kohë të caktuar të qeverisimi nga kriminal. Pse jo? Nëse unë kam shpresë vota e emigrantëve, 250.000 vota e emigrantëve janë vota interesante sa I përket kujtesës që thatë ju frok. Atje është kujtesa më e ngurtësuar. Atje është më e ngurtësuar. Atje kanë kujtesën më të fortë. Jo, është normale se është Resa Breza. Nxirë sot Fatosnanun në zgjedhje. Sa vota merr? 30 vota mund të marr. Ne që jemi këtu që e njohim, edhe një 20 tjera. Do thotë që ajo që po flasim, personalitete, njerëz me kontribute, bla, do thotë se Ilir Meta, I cili e di se çfarë situate është, guxon të thotë unë dal në fushë të hapur. Pse e bën? Për disa arsye, sigurisht. E bën për kashillëk ndaj Berishës, e bën për të... Unë jam me atë që thotë Brisita, e ka ngacmu pak Rama. E bën për të thënë... Unë besoj se nuk jetë e kalkuluar. Do më thënë, ai mendon kështu që lista e hapur e këtij koalicioni do jetë një listë ku votat do coptohen. Pra të gjithë do marrin vota, po duke coptuar votat e koalicionit. Dhe ai kërkon që gjithë votat që quhen të LSI-s, pra ku realisht Tirana ka pjesën më të madhe. Dhe kështu mendon se ndofta do marrin më shumë vota se sa
pak me ile ndaj doktorit, pak me ile është ndaj doktorit. Se kazët e marë fikë. Vendin e sigurt i ka marë, po unë do të po marë, po dalë dhe bën fakt kryer, dhe po dalë... Doktori e kupton këtë gjë dhe e ka pranuar. E ka pranuar? Ta shikojmë, sepse kjo është në momentin që janë deklaruar koalicionit, janë deklaruar vendet e sigurta, pra a do t'ja lej doktori vendin e sigurt sërish në fjerë Partisë së Lirisë, ta shikojmë nesër me siguri do kemi një reagim, po... Jo, meraku i madh është që ne merrem me pjesën fundore gjithë historisë, sepse mënyra se si është konceptuar sistemi zgjedhor nga të dy forcat politike, këtë do sillte. Dhe po të shikosh edhe propozimet që ka bërë Rama, ose të qenit anonim deri tani i gjithë personazheve që janë ofruar, ka zero informacion. Për mendimin tim nuk është një gjë pozitive për një forcë politike cila duhet i merrte personazhet dhe personalitetet e saj nga njerëzit dhe jo nga mendja ose nga bindja që kanë ata ndaj Rama, sepse ne dim shumë mirë që treqëriku i të rinjve që Rama ka ofruar në politikën e Partisë Socialiste, qoftë dhe ministra, janë harruar, nuk kanë lënë brez, sepse nuk janë bërë vetë. Dakor, Prisita, vetëm që ta mbyll, këto janë alternativa, ose do votosh të anonimët e Ramës, ose do votosh kujtim gjuzin e Berishës. Edhe jeni sherin. Mos harrojmë, po dhe jeni sherin. Faleminderit Prisita, ishe më sot, faleminderit Frok, ishe kënaqësi. Pedro, faleminderit dhe sukses në listë hapur. Faleminderit. Unë nuk besoj se do jem të lista. Po Pedro, kush nuk do hyjë të thotë fillim ta. Nuk kam një zonë. Një deputet që ka një zonë, ka një, po themi, një bazë. Përse do jesh fare? Po ndosha Rama ka dashur, të tund konetën e Partisë Socialiste, ndosha mund të... Unë do punoj për Partinë Socialiste, por nuk besoj se do jem... Pra, temi nëse do jeni në listë hapur, nuk do të pranonit kandidat. Duhet, ata që kanë një zonë, janë përgjegjës politik në një zonë, kuptohet që kanë një arsye më shumë për të kandiduar. Unë se kam të zonë. Oke, në rregull, pra e morëm lajmin minutë fundit. Breaking news dhe kjo. Pedro në listë hapur, ose thjesht